Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë dhe për të komentuar lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Tashmë do të ndaloj tek një rrugtim shumë interesant i një dysheje që do të sjellë në afate kohore shumë të afërta. Ju e dini shumë bukur që lufta mes Arbana Osmanit edhe televizionit Top Channel, konkretisht Ledionit, ka qenë një luftë e hapur që në momentin kur Arbana u largua nga televizioni Top Channel. Në emisionin Mi mbrëma yje, unë i pash të gjitha mysafirët të cilët kishin hequr dorë nga televizioni Top Channel dhe më dukeshte ajo logjika e emisionit sikur po bëhej një protest për të nxjerrë sa më keq televizionin Top Channel dhe për ta goditur sa më shumë televizionin Top Channel. Dhe Ferma VIP vitin e kaluar, sezoni i kaluar, unë po them me plot gojë që ishte një imitim i plot i Big Brotherit dhe po i ngjasonte jashtëzakonisht shumë Big Brotherit, më thënë strategjia që përdoreshte në Ferma VIP i ngjasonte Big Brotherit. Por këtë vit, si që duket, gjërat kanë ndryshuar dhe lufta është bërë kokë më kokë mes njëri tjetrit. Në këtë rast, do me thënë Arbana Osmani dhe Ledion Liço janë duke bërë të pamundurën që të sjellin të dy formatet në të njëjtën kohë. Tani Ledioni gjithmonë Big Brotherin dhe Sara e kanë sjellur në dhjetor. Do të thonë, ato nuk është se bëjnë ndonjë lëvizje apo ndonjë ndryshim, por siç duket, Eduardi dëshiron që t'ju futet në shikueshmëri dhe e sjellën Fermën VIP që në tetor. Do të thonë që në tetor do të startoj Ferma VIP. Të gjithë kanë filluar që të pyesin po mirë o Tiron, çfarë strategjish mund të përdoren Arbana dhe Ledioni që të marrin shikueshmërinë, se do të thënë duhet të jenë banorët shumë të fortë të kastit që ta thyejnë rekordin tjetër. Tani unë duke e njohur Eduardin se çfarë regjizori suksesshëm është, mendoj që do të bën një përsjedhje shumë interesante të kastit, edhe do ta shndron Fermën më Big Brother. Do me thënë, do del jashta kornizës së Fermës edhe do kalon më në Big Brother. Nga ana tjetër, do me thënë e kemi në këtë rast Sarën, që besoj që do të bën një lëvizje shumë interesante, që do të ketë banor të kastit të fuqishëm që do ta tërheqin vëmendjen. Dhe çfarë tërheqin vëmendjen? Skandalet. Unë mendoj që këtë vit skandalet do të jenë më në qendër të vëmendjes dhe do të kenë të dy platformat një audiencë të fuqishme. Dua të marr mendimin tuaj.